Policia rrugore e Shkodrës ka intensifikuar kontrollet në të gjitha akset e qarkut për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve gjatë sezonit veror. Monitorimi po kryhet me dron, radar dhe makina inteligjente me synim për ndalimin e aksidenteve dhe menaxhimin e trafikut. Në fokus të kontrolleve janë drejtuesi që lëvizin me shpejtësi mbi normat e lejuara, kryejnë parakalime të gabuara, drejtojnë automjetin nën efektin e alkoolit apo pa leje drejtimi, si dhe automjetet që qarkullojnë me xhama të riveshur. Sipas policisë, gjatë periudhës 30 korrik deri më 6 gusht, është arrestuar një drejtues mjeti dhe është proceduar penalisht një tjetër për shkeljet që lidhen me drejtimin e parregullt të automjetit dhe rregullat e qarkullimit rrugor. Gjithashtu është pezulluar një leje drejtimi. Në të njëjtën periudhë janë ndërmarrë 1223 masa administrative, prej tyre 471 për tejkalim të shpejtësisë, 329 për ndalim ose qëndrim të gabuar, 72 për parakalime të gabuara, 57 për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse dhe 28 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit. Edhe 266 masa të tjera janë vendosur për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Policia rrugore njofton se kontrollet do të vijojnë në akset urbane, interurbane dhe rurale të qarkut të Shkodrës, duke përdorur mjetet teknologjike në dispozicion. Drejtuesve të mjeteve u bëhet apel të respektojnë rregullat e qarkullimit, ndërsa qytetarët ftohet të denoncojnë shkeljet në numrin 112.